Selam aleikum. Aleikum salam. Ndoshta me diskutu një çështje që e ceke në parzit në hutbe, mbulimi i gjunahit nga Allahu në ditën e gjykimit. A ka mundsi pak një shtjellë? Për dallim nga jo besimtarët dhe nga hipokritët, Allahu subhanahu wa taala do t'i flet direkt, drejt për së drejti, do ta vendos në mbulimin e tij, do t'i krijon një atmosferë të privatësisë mes besimtarit dhe Allahut, do t'i flet drejt për së drejti, do të përmend gabimet dhe mëkatet që i ka bërë në këtë dunjë. Dhe pasi që robi ti pranon ato gabime dhe mëkatet që i ka bërë, Zoti do të thotë, unë ti kam mbuluar në botën tjetër, do të thonë në dunjë, dhe sa sot, do të thonë në ditën e gjykimit po t'i fali. Allahu subhanahu wa taala ka aq mëshirë e madhe saqë pasi që e sheh se robi i ka pranuar ato gabimet e veta, lëshimet e veta, mëkatet e veta, gjunahet e veta, ja fal, por nuk e bën ata në mënyrë publike para kretëve. Por vetmohet Allahu me robin e tij, e vendos në mbulimin e tij, edhe ja kërkon konfirmimin e gjunaheve që e ka bërë dhe pastaj ja fal. Ndërsa sa i përket jo besimtarëve dhe hipokritëve, Allahu subhanahu wa taala ato do t'i turpuron para të gjithë krijesave, para krejt njerëzit që kanë ekzistuar, të thotë se këto janë ata të cilët e kanë bërë këtë, e kanë bërë këtë, e kanë bërë këtë. Dhe kjo është një prej privilegjeve që i kanë besimtarët në ahiret. Domethënë Allahu subhanahu wa taala edhe gabime që i kanë bërë nuk ka publikon, nuk ka shfaq, nuk ka tregon në mënyrë publike, por bisedon ata drejt për së drejti me ata besimtarë, ndërsa jo besimtarët edhe munafikët atyre do të nxjerr, domethënë në mënyrë publike çdo vepër dhe çdo krim që e kanë bërë në këtë botë dhe pastaj do t'i ndëshkon me drejtsinë e tij Allahu xhalla shanu. Subhanallahu. A ka mundsi më na përshkruaj pak? Ç'ish ndodh për shembull momenti i kësaj që e ceke? Domethënë besimtari është për Allahut ditën e gjykimit. Besimtari është për Allahut. Ka bën mëkat madh. Allahu fi kenefi është një lloj mbulese, një lloj domethënë afërsie që e ka robi për Allahut. Edhe pastaj Allah i thotë, o robi ma, e kujton këtë që e ke bë? Ky thotë po, e kujton. E kujton këtë që e ke bë? Edhe ja numëron gabimet që i ka bë. Edhe kur t'ja numëron krejt ato gabime që i ka bë, njeriu di me bë shumë gabime. Jo di me bë, po është mëkatar, sikur se ka thënë pejgamberi sa kullu bani Adem khata, çdo i biri i Ademit, çdo njeri është mëkatar dhe mëkatarët më të mirë ata që pendohen. Dhe pasi që ja tregon kretoj dhe i konfirmon robi, Allahu i thot, inni satartuha lak, unë ti kum mbuluar. Fjala setër. Setër, po. Që e përdor dikur si sedër. Sedër është diçka ku njeriu mundohet me mbajt një qëndrim duke pas parasysh se njerëzit e shikojnë. Allah thot, unë ti kam mbuluar, njerëzit si kanë pa këto gabime, ti i ki konfirmu, ti i ki bo. Njerëzit si kanë pa, një prej çështjeve shumë me rëndësi për besimtarin është që mëkatet, ku njerëzit i bëjnë fshehurazi, janë shumë më të rënda sa ato mëkate që njerëzit i bëjnë ndoshta në praninë e dikujt tjetër. Pse? Sa ai që e bën një mëkat fshehurazi, ai sikur me një farë mënyre dyshon se Allahu a më sheh, nuk më sheh, ndoshta jam shef këtu, ndoshta nuk më shef, ndoshta nuk e ka regjistruar me lekët. Përkundrazi, Muhamedi sa ka thënë se njerëzit që do të vinë ditën e gjykimit me sevape sa kodra e Tihamës. Tihama është një varg i maleve që është prej Mekës deri në fund në Yemen. Por do t'i asgjësohet, do t'i shndrohen në pluhur dhe në hi, pse? Sepse kur kanë qenë të vetmuar, i kanë të i kalu kufit e asaj që Allah i kanë dhe. Do të kanë bërë gabime dhe harame që nuk i donë Allahu subhanahu wa taala. Ne nuk mundem, si që thashë edhe në hutbe, me buk krahasime apo analogji si do të ndodhë ajo në ahiret me ndodhit të kësaj dunjaje. Por, Allahu do t'i krijon një lloj privatësie atij robit, do t'ja numëron mëkatet dhe pastaj do t'i tregon se ja ka fal, për dallim nga, siç e thamë, jo besimtarët dhe munafikët, të cilët Allahu do t'i turpron para krejt krijesa dhe do t'i përmend gabimet që i kanë bërë. Allah e shpëlbojë. Amin.